Përshëndetje. Rikthehemi sot në një tjetër episod Koha për të folur. Dhe do prekim një temë që në fakt është tema ime preferuar, një nga temat e mia të preferuar. Ne do të flasim për adhurimin. Dhe me ne sot në studio është Gabriel Misiri. Mirë se erdhe. Unë do t'i futem direkt, do filloj kështu direkt fuqishëm, edhe pyetja e parë që do të bëj është çfarë është adhurimi për ty? Pyetja më e dëgjuar, për të thënë vërtetën, edhe më e diskutuar në ambientet e kishës, sidomos në rrethin e adhuruesve. Unë do e përshkruaja shumë shkurt çfarë është adhurimi për mua dhe unë do thoja përkushtim. Sepse kur unë personalisht e di se ai përkushtim kujt i bëhet dhe kujt i jepet, kjo të jep më shumë satisfaksion, dashuri, e bën gjën më të ëmbël, paktën flas personalisht, dhe që nga fillimet e mia, duke ditur që kujt i jepet gjithë ky adhurim, pra kujt i shkon adhurimi, çdo gjë bëhet me përkushtim dhe dashuri. E vërtet. Me përkushtim dhe dashuri. Kjo është shumë e rëndësishme në fakt. Kur ne i bëjmë gjërat me përkushtim dhe dashuri, gjithmonë lulëzojnë. Ke vënë një gjë që bëhet pa përkushtim ose pa dashuri, është e thatë, është e ftohtë. Ndërsa një gjë që bëhet me përkushtim dhe me dashuri, është e bukur, është e ngrohtë. Ne na ka rënë rasti të punojmë disa herë bashk. Shumë herë. Disa herë bashk. Dhe si ka qenë rrugtimi jot, për ata që po na dëgjojnë, për të mësuar një instrument? Do thoya ka qenë pak i vështirë, për të mos thënë goxha në fillimet e saj, patjetër, por do thoya që në këto 10 vite ndoshta, pra një dekadë apo ndoshta plus minus, le të themi, kam parë që vërtet ka pasur ditë mira dhe ditë të këqija të instrumentit, le të themi kështu, dhe kundrejt meje. Sepse ka qenë dhe vështirë sepse unë jam mëngjerazh dhe bën gjën dyfish më të vështirë. Pak më të vështirë, po sepse unë kam dashur fillimisht, më thon, të mësoja instrumente të tjera, edhe si adoleshent, ajo dëshira që ti do t'i bësh gjitha, por në të vërtetë nuk mundesh do t'i bësh gjitha. Dhe në asë kohë unë hyra tek kitara bas, duke ma dhënë se sugjerim ish drejtuesi joni adhurimit asë kohë, dhe me kalimin e kohës sërish kam pasur njerëz që më kanë shtyrë, më kanë dhënë indicje për mirë, dhe prandaj është pjesa që thash me përkushtim dhe dashuri dhe me sakrificë ka qenë e gjithë kjo koha e adhurimit. Është e vërtetë që në fillim kur fillon një instrument, mund ta dëshmoj ato kohët e para, ose mund të them të paktën për instrumentet që janë harqe, është më e sikletshme dhe më e vështirë, sepse do ca vite që të dëgjosh tinguj të pëlqyeshëm për veshin nga instrumenti. Po në fillim, po them një vit i parë, është keq, stonove, keq, bëj dhe njerë, jo nuk bëhet ashtu. Po sikur ta kisha bërë më mirë. Jo e bëra gabim, bëj dhe njerë, pse s'ke studiuar? Dhe unë kam vënë për shembull që ju, edhe kitara, njerëzit që luajnë kitara akustike, po dhe kitara bas, ju keni duart me kallo, pra në fillim është e vështirë që të adaptohesh pak kur luan, sepse ke dhe atë anën fizike që më dhem dora. Më dhem dora. Duar të dirësisin, duhet marrësh farcoleta. Gjithkohës me vete. Gjithkohës, sidomos kur je në skem, po themi në podium, domethënë kur ti ke njerëzit, domethënë që të shikojnë dhe në fillimet e saj, duket domethënë sikur gjithë presioni ushtrohet tek ti, ndërkohë ata njerëz pa adhurojnë Zotin dhe janë shumë lirshëm. Por ti nga ana tjetër jam në siklet sepse ata po më dëgjojnë mua. Por në fakt adhurimi nuk është vetëm për nga persona që drejtojnë adhurimin, por është për Zotin. Është e vërtet. Kjo është e sikleti dhe më midis adhuruesve që janë kështu, i kam duar të ftohta akoma, po më dirësisin. Unë e mbaj mend sepse unë gjithmonë kur kisha nevojë për facolet, kush ka facolet? Gabrieli. Ma e pak të lutem një facolet dhe kishe në xhep. Domethënë 2 pak ku e kishe në xhep. Dhe kur të mbaronte njëra thonë armatosur, dhe ishte shumë chill. Jo, nuk ka gjë, kam dhe një tjetër. Okej, në rregull. Gjithmonë gati. Gjithmonë gati për çdo situatë. Kur e kuptove që kishe potencial dhe vesh muzikor për të mësuar një instrument? Pyetje shumë interesante. Në fillim nuk e kuptoja, nuk e dija për qenë sinqert se çfarë ishte veshje muzikor, veshje ritmik, pra domethënë se si të luaje, ishte thjesht dëshira, okay, do e bëj diçka. Dhe kam dëshirë ta bëj diçka, dhe ai vullneti i një adoleshenti, domethënë që do të bëj diçka, edhe do e bëj dhe me pasion. Dhe me kalimin e kohës, pastaj me përkushtim, siç e thash, me punë, dhe falë Zotit që kam pasur miq
afër vetesime dhe pjesëtar të grupit të adhurimit të asë kohë dhe tani më, nga Qendra Kristiane e Durrësit ku unë aty jam, që më kanë ndihmuar, kanë qenë të saktë dhe jemi rritur bashkë, edhe më kanë ndihmuar që edhe nëse do isha gabim, ata e thonin, por e thonin me dashuri. Dhe kjo na arriti me njëri tjetrin. Ishin sinqert me njëri tjetrin. Të sinqert. Pra, edhe duke të kritikuar, por edhe me dashuri. Edhe kjo nuk na ndau nga njëri tjetri që të kishim hatërmbetje, jo, kjo është imja, kjo do të bërë kështu, por gjithmonë me dashuri me përkushtim ja arritëm. Është shumë e rëndësishme kur ne mësojmë nga njëri tjetri. Unë mendoj që çdo njeri ka një gjë për të thënë, edhe nga çdo njeri ne mund të mësojmë. Po, sepse jep shumë larmishmëri. Në vërtet. Dhe edhe nga një fëmijë i vogël ti sheh dhe ka gjëra që ti mund të mësosh. Në vërtet. Dhe kur rritesh me njëri tjetrin, kur rritesh në grup, e para nuk i merr gjërat personalisht, për shembull, në sa momente që kështu e bëre gabim. Mos stonove ti përtypesh. Ti përtypesh, më nga ana tjetër duhet thuash, okay, dhe e bëm më mirë për herën tjetër. Por ka datë nga ato momente që je bravo. Kjo ishte shumë super. Kam të dyja këto momentet. Dhe kur je rahat me njerëzit që po adhuron Zotin ose po luan ose i njeh, jep një farë lloj tjetër gjendje, sepse unë mund ta bëj këtë pa problem, mund ta bëj këtë pa sfidë. Edhe po e bëra gabim, do e bëj gabim se në fundit do adhuroj Zotin, do po e bëj me zemër të mirë. Por kjo ka bëjë me praktikën që individi bën. Sepse normalisht ne mund themi patjetër thirrja ka rëndësi dhe absolutisht ka rëndësi, por edhe praktika ka rëndësinë e saj, sepse normalisht siç e dhe ti tani më, kur personi praktikon, pra indinjohet për atë gjë që bën, vjen momenti që unë në këtë rast në instrumentin që kam, kitarën bas, jam i sigurt. Patjetër gabime bëjmë, nëse jemi fiks për adhurimin apo për një X moment që nuk ka gabime, absolutisht lëvon për gabime, por nëse ne praktikojmë, dhe këtë i them edhe shpesh vetes, nëse ti praktikon shpesh për këtë gjë, ti je më shumë rehat. Pra ti ndjen instrumentin tënd. Në bësh një trup, po themi kështu, me instrumentin. Edhe shpesh ne bëjmë shaka me çunat e adhurimit, ku themi që është dashuri e parë. Sepse është pjesë e jote, praktike, kohë që praktikon me të, ti mëson, ti shikon ndoshta tutorials, nuk e di më merr nga një mësues, i shkon në bazë, sepse është fiks ajo përkushtimit dhe dashuria që të thash. Prandaj zakonisht me njerëzit që kanë kohë që luajnë instrumenta, po dhe me njerëzit që sapo e kanë filluar, tendenca e parë është i ke vënë re ku muzikantët bëjnë shaka me njëri tjetrin dhe të pyet dikush, do fillosh një instrument? E kështu, mos e fillo se do mundohesh. Unë shpesh i them njerëzve sigurohu që për instrumentin që don, domthon ta duash deri në fund, domethënë që ti përkushtohesh. Ti japësh kohë, ti japësh. Por unë dikur isha kështu gjë sigurohu. Akoma e them, por kam arrit në një pikë tjetër që them, nëse ti do ta bësh dhe ke drejtim për ta bërë, bëje. Edhe Zoti ka për të dhënë një hir gjatë rrugës. Kërkon punë nga ana jote, edhe kërkon një dedikim nga ana jote, po në fundit ne dëgjojmë që ndonjëherë njerëzit thonë duhet jemi perfekt pa gabime. Unë nuk mendoj kështu. Unë mendoj që mund të kesh bërë dhe shkollë dhe bën gabime. Edhe gabimet nuk duhet të kufizojnë, të bësh një gjë ose të thuash jo këtu ndaloj sepse nuk di, nuk kaloj dot, nuk e ka bëj dot këtë gjë më shumë se kaq, por gabimet kur adhurojmë Zotin, ne duhet të adhurojmë atë me një frymë perfeksioni. Çdo gjë të jetë mirë, në rregull, dhe kur shkojmë të bëjmë një gjë të tillë me këtë mendësi, ne me të vërtetë edhe nderojmë Zotin, sepse ai gjërat kur i bën me na e bën gjithmonë në rregull dhe saktë. Por nga njëra anë nuk duhet të bëjmë shumë fanatik të gabimeve. Edhe unë shoh njerëz që bëjnë fanatik të gabimeve. E bëre gabim. Sepse kjo nuk i lejon adhuruesin në këtë rast që ta adhurojë Zotin. Po. Dhe nuk e lën, domethënë, që zemra e tij apo e saj në këtë rast të jetë drejt për drejt me Zotin. Sepse ne jemi, le të themi, kanali kryesor në një lloj forme, pra një lloj simbolike që midis Zotit dhe njerëzve që janë që po ngjojnë adhurimin dhe që po e përkushtohen. Patjetër dhe ne jemi, edhe ata janë me ne gjatë kohës që adhurojmë, por ne jemi kanali. Dhe nëse ne nuk adhurojmë edhe në zemër, pra e dim që kujt i shkon ky adhurim, dhe nga ana tjetër dhe pjesa e perfeksionit, pra duke rënë instrumentet me mjeshtri, thot Bibla,
Kjo sjell atë harmonin që njerëzit adhurojnë, kënaqen, edhe ti kënaqesh me instrumentin edhe me muzikën që grupi bën. Mua më intereson më shumë fryma në përgjithësi, se sa më intereson një gjë që mund të iki gabim, ose dy gjëra që mund të iki gabim. Në fund të ditës, askush nuk i mban mend, besoni, askush nuk i mban mend. Po te fakti sa suport bëjmë për njëri tjetrin, qoftë në momente të vogla, domethënë duke qenë që ti personin kitaristin apo bateristin e ke afër, domethënë ti mund të japësh një buzëqeshje për një moment, ai e harron atë gabim të vogël apo të madh ndoshta. Sepse ne nuk është se kemi njerëz që vinë vetëm për muzikë dhe me atë veshjen e kritikës. Të kritikojnë ty. E kritikës. Sa mirë po luan ti. Ose sa keq po luan. Sa keq po luan. Por tani nuk po themi që ti jemi vetëm duke adhuruar vetëm me zemër dhe ta harrojmë instrumentin fare. Po, eksaktësisht. Duhet të ketë një harmoni. Një harmoni ose një balans të mirë të gjës, por nuk është se kemi në kish apo midis njëri tjetrit, nuk duhet ta kemi këtë frymën e kritikës kaq të madhe që. E ta ulem njëri tjetrin poshtë, po. Nuk duhet ta ulem njëri tjetrin. Unë mendoj që ta ngrem njëri tjetrin. Siç thash, me një frymë perfeksioni na adhurojmë Perëndin, ama ndoshta nuk është bërë mirë tani, për herën tjetër, ti thua vllajt ose motrës se okay. Do mësoj nga kjo gjë. Po, do bëjmë një herë tjetër, nuk është problem. Dhe kjo e sjell atë, kjo e hap vendin dhe bën të frymën e Perëndis që të jetë shumë të mos ketë pengesa gjatë rrugës. Po që ti je shumë do adhuroj Zotin dhe do adhuroj me gjithë zemrën time. Dhe jam trajnuar në instrumentin tim, punë e madhe fort po miku, ama e di që do adhuroj Perëndin tim. A ka pas njerëz gjatë rrugës, duke me që po flisnin për njerëzit, që të dekurajuan që të mos ta vazhdoj këtë rrugë? Nuk do thoja po, por në disa gjëra të vogla edhe po. Por që kjo nuk ka qenë dekurajim për mua, sepse e dija, domethënë që ajo ishte se çfarë unë kisha zgjedhur. Dhe e dija kujt po i shërbeja. Dhe e dija se kujt po i shërbeja eksaktësisht. Dhe normalisht qoftë edhe me punën tonë, domethënë si njerëz, pra nëse ne zgjedhim një shkollë dhe një profesion, absolutisht do kemi edhe nga këto mësues apo edhe nga këto njerëz që do thonë, pse zgjedhë shkollën? Por nga ana tjetër, kur unë personalisht e kam zgjedhur një lloj profesioni dhe një lloj shkolle që ta vazhdoj dhe ta çoj deri në fund, e njëjta gjë është edhe për adhurimin. Pra unë e kisha vendosur, pra e kisha të vënë me çelës në kokën time që kjo është ajo se çfarë unë dua të bëj, pavarësisht se njerëzit ndoshta me ose pa dashje do më dekurajojnë. Por gjithmonë do thonë gjëra gjatë rrugës. Do thonë gjëra gjatë rrugës absolutisht, dhe me ose edhe pa të drejtë, por gjithmonë e kisha të fokusuar që do mbahem fort tek inkurajimet, edhe se çfarë Zoti më ka thënë, por edhe se çfarë unë kam vendosur për të shërbyer atij. A ke patur një moment që ke thënë do ta lej se u lodha? Nuk mundem, do e lej. Ka pas shumë momente për të thënë vërtetën. Por ja kam dalë. Ja ke dalë me besim, ja ke dalë me hir. Kam pasur edhe grupin që më ka qendruar pranë, sepse normalisht si njerëz kemi sfida, probleme dhe ja kam dalë. Cili ka qenë momenti yt më përmbushës që ke thënë prandaj unë dua ta adhuroj Zotin? Pyetja shumë e bukur. Ka qenë në aso kohë ne morëm disa predikime seri për dishebullbërjen. Dhe në një lloj mënyre kishim target që duhet të shikonim për persona të rinj që ta pasonim adhurimin. Dhe aty kuptova se çfarë është vërtet kjo dashuri kaq e madhe, domethënë edhe për instrumentin patjetër, por edhe se çfarë Zoti ka thënë që të bëni dishepuj. Dhe e mora në këtë lloj forme që secili nga ne anëtarët e grupit adhurimit bënin, por kur unë ja pasova instrumentin që tani më djali luan në grupin e adhurimit, kitarën bas, është shumë gëzim përpara Zotit, është shumë bekim kur ti e shikon që sepse adhurimi nuk është punë. Pra ti nuk je përjetësisht tek ajo punë, le të themi që e shikon shumë autoktone, pra e shikon vetëm tënden. Sepse Zoti dhe dashuria që i ka për ty të lejon që ti të bësh shumë gjëra, por edhe ta ndash atë. Nuk është të ndash diçka shumë të vogël apo një ushqim, por të ndash edhe jetën. Është marrëdhënie. Dhe kjo më bëri shumë më shumë që ta vazhdoj instrumentin, t'ju përkushtoja më shumë, t'ju përkushtoja si mëdhënës në një lloj forme
dhe të shikoja se si rriten dhe kjo është shumë bekim edhe është vërtet bekim kur ti shikon që një person kaq i vogël, le të themi me instrumentin për dhe në mosh, që ai ishte aso kohë, u rrit edhe don instrumentin dhe luan e bën me dëshirë edhe në momentin që unë nuk ndodhem aty e bën, po Gabri, unë jam aty, pa problem fare do luaj unë. Edhe kjo të jep gëzim përpara Zotit, thua Zot faleminderit që jo vetëm për thirrjen që unë kisha që unë do luaj në kitar bas apo çfarë do lloj instrumenti, po është shumë gëzim kur ti ke njerëz që ja pason atë se çfarë ti ke marr. Ja kuptoj. Unë kam pasur një moment në kohë që po adhuroja Zotin, që u duk sikur, nuk di si ta shpjegoj ndryshe sepse kur fryma lëviz edhe të prek është ndjesi nuk e fjalë për ta shpjeguar, një ndjesi sikur tavani dhe toka u bën bashkë. Dhe thjesht ke ngelur në një flutë kari dhe kështu. Dhe nuk e kisha përjetuar ndonjëherë këtë ndjesi, e dëgjova Zotin që po më fliste edhe po më udhëzonte çfarë të bëja dhe si ta bëja në instrument. Po më thoshte bëje këtë, edhe ndjeva një vajosje deri këtu të duart, që se kisha ndier më përpara po një vajosje e fortë. Dhe kjo ka qenë një moment që kam thënë, unë dua të ta adhuroj ty për gjithë jetën time. Ka qenë një moment përmbushës për mua. Po një moment që Zoti të ka prekur ndërkohë që ti po adhuroje. Ka pasur shumë momente për qenë sinqert. Një ndër momentet, patjetër edhe këto kohë të fundit, po një ndër momentet që mund ta mbaj mend shumë fort, ka qenë në shërbes, dhe në fakt nuk ishim adhurim, po thjesht pa adhuronim, thjesht me një kitarë në mos gaboj. Dhe ndjeva fort Zotin që për këtë të kam thirrur. Edhe për një gjë të vogël. Domethënë, sepse disa të krishterë pa dashje mendojnë që të bësh diçka si adhurim, drejtim, pjesa e predikimit është diçka. Por Zoti i don të gjithë njerëzit, i don pa kufi. Qoftë edhe një antar i thjesht i kishës që është ulur tek një karrige. Por që të rikthejmë bisedës ishte që më tha, të kam thirrur për një qëllim. Dhe ky qëllim është kjo, adhurimi. Dhe në një moment, siç e the edhe ti, domethënë duket sikur koha ndaloi. Edhe po përjetimi që unë kisha duke shumë domethënë sikur kishin kaluar gjata, ku ndërkohë në fakt ishte vetëm mund të themi një këngë. Dhe sepse kur Zoti të pajis, ai të pajis me të gjitha gjërat, edhe me hapa. Patjetër ne kemi atë praktikën, kohën, domethënë që ti kalon me madhurues tjerë dhe e shijon gjatë të kohën. Nuk është vetëm domethënë që ti je muzikant, po themi, në këtë lloj forme dhe ti paguhesh për atë gjë, do të jesh është punë stabël, por kjo është ndryshe nga bota. Domethënë Zoti na ka krijuar edhe për ta shijuar atë se çfarë ne bëjmë dhe për ta dashur atë që ne bëjmë. Dhe kur vjen në një pikë që ti je shumë rehat me instrumentin që ke dhe kur ti e lejon fillimisht veten që Zoti të përdori, qoftë për një gjë të vogël, Biblia shkon në qartë kur ti je besnik të vogla, ai do të përmendë gjëra të mëdha. Dhe unë pak në kam vënë edhe në një gjë të vogël që ndrosh besnik, ai do të hapë dyer. Dhe ne kemi pasur raste për shembull që kemi qenë edhe bashkë në adhurim, që jemi bekuar, kemi pardon e Zotit punoj edhe mbi njerëz. Dhe kjo është vajosja. Por kjo ka qenë një nga momente që unë e kam shijuar, patjetër ka pasur momente shumë që Zoti më ka folur drejt për drejt, ndoshta edhe me anë të një këngë, por nuk e di, ndoshta është mund ta zgjasja këtë lloj bisede ndoshta edhe deri vonë. Por do thoja që Zoti nuk e ka një kohë fikse për të folur, ai e gjen kohën për të folur gjithmonë. Dhe nëse, sidomos unë në këtë rast e dua, le të themi që ta kontaktoj, ai është aty gjithmonë, po, kjo është e bukur e gjithë kësaj marrëdhënie të shëndosh. Ai është aty gjithmonë afër nesh, dhe sidomos ne. Ai është aty gjithmonë afër nesh. Dhe për të rikthyer sërish bisedës, ka pasur shumë momente.
Shumë momente, edhe të bukura, domethënë janë ato momente që ti thua, po ja vlen, domethënë edhe si a adhurues. mund të rridhe pak. A mund të rridhe pak, po a dua të rridhe. Po pastor ju tani akoma çik më vonë. Po a mund ta vazhdoj me pak kohën e lutjes. Unë besoj që asnjëherë nuk duhen harruar ata që kanë qenë krah dhe suport për ne. Absolutisht. Po për ty, kush ka qenë krah dhe suport? Njerëzit. Ke pas njerëz që kanë qenë krah dhe suport dhe të kanë suportuar pavarësisht kur duke sigur në ato momente populli thot nuk po qullosja gjë. Ka pasur, siç e përmendaj që nga fillimi i bisedës tonë, një ndër to ka qenë ish drejtuesi i adhurimit Alesio dhe një mësues muzike që ne kemi pasur që kanë qenë pjesë të grupit të adhurimit asë kohë, grupi i adhurimit, një ndër to, domethënë shumë suport për mua tashmë, ka qenë dhe pastori i kishës, që ne luajmë bashk në instrumente dhe kjo të jep shumë favor, sepse ti nuk je vetëm, ti nuk e ndjen vetëm në adhurim. E ndjen veten, më thonë që jo vetëm si adhurues, më thonë mbaroj ajo, le themi 30, 40 apo 1 orë adhurim dhe that's it. Por adhurimi ka të bëjë edhe me mënyrën e jetesës që adhuruesit bëjnë. Pra një kohë së bashku, duke pyetur njëri tjetrin si është kjo, pra marrëdhënia shëndosh dhe fal Zotit më thonë që kam pasur pjesëtarë të grupit të adhurimit që aso kohë edhe tani më që e kemi suportuar njëri tjetrin. Që edhe momentet vogla, po edhe momentet mëdha. Edhe duke mos e lënë instrumentin pas dore. Sepse në funditës kjo është edhe thirrja që Zoti na ka dhënë. Kështu që çfarë do t'i thuaj ti të rinjve që kanë dëshirë ta vazhdojnë këtë rrugë, por nuk din nga t'ja fillojnë? Unë të i thoja që sërish bëja pyetjen vetes, pse dua ta vazhdoj këtë gjë? Sepse nëse ti ke një pse, të paktën në perspektivën time tani, ke dhe si ta bëj këtë gjë. Dhe patjetër që suporti nga çdo antar i kishës apo çdo person do të vi. Ndoshta edhe duke vazhduar një kurs jashtë kisha, kjo do të ndihmoj. Por mendoj që nëse ti ke një pse dhe nëse ti e di qëllimin e din qëllimin e gjës që ti do të bësh, ti mendoj se e din haptazi se çfarë instrumenti do lozësh ose çfarë ke dëshirë, edhe ja bën pyetjen vetes. Në këtë rast Elena apo Gabrieli, pse donte të vazhdonte këtë kitaren apo violinën, pse nuk do të një instrument tjetër, se të ndjehem rehat. Ose për sa kohë dua ta bëj këtë gjë, por mendoj me Zotin nuk ka kohë në lloj forme, sepse ai të don. Domethënë që ta bësh adhurimin për të. Dhe patjetër që do të thoja mos ishni dorë kurrë, sepse të mos hequr i dorë kërkon angazhim, përkushtim dhe edhe shtytje në një lloj forme. Kështu që për secilin apo për secilën të re që don të vazhdojë një instrument apo qoftë këndimin apo dhe çdo instrument tjetër, duhet ta pyesi veten pse po e bëj këtë. A do të pëlqej Zotit kjo gjë që unë po bëj? A vërtet është ndoshta thirrja ime? Sepse ndoshta mund të janë më shumë adapt në një shërbes tjetër. Sepse dëshira të bëj shumë gjëra e sjell këtë lloj manie, si çdo adoleshent apo si çdo i ri. Por duke ditur se çfarë Zoti ka thënë ose po të thotë, dhe duke ditur që pse po e bëj këtë gjë, mendoj se Zoti do t'japi dhe si dhe kur. Duhet ta bësh ose si do ta bësh? Si do ta bësh, domethënë dhe patjetër që instrumenti ka nevojë për pasion, dhe po nuk patë pasion mendoj, absolutisht vjen edhe me kohën, por domethënë duhet një spunt apo themi kështu. Kur ti e do diçka, ti je i vullnetshëm të luftosh për të. Absolutisht. Edhe të gjesh një mënyrë, ta bësh të mundur në një farë mënyre. Unë do thoja që për të rinjt që duan të fillojnë një instrument, po kanë frikë, ndoshta nuk e dia do e bëj dot mirë ose bot ka njerëz e kam mësuar këtë mësim sepse mendoj që gjithë ty jemi realist. Gjithmonë do ketë një person që është ose një njerëz që luan më mirë se ty. Absolutisht. Që është në një fushë ose në një aspekt tjetër e bën këtë gjë më mirë, por gjithmonë do ketë dhe njerëz që do të thonë pse po e merresh me këtë gjë, mund të tulin poshtë, do kesh dhe njerëz që do thonë bravo, merru me këtë gjë. Dhe nuk është gjithmonë, nuk duhet ta kufizojmë veten duke menduar që po un jam keq.
Edhe kjo është të mendosh gabim. Ne ty themi vetes që unë këtë gjë po e bëj sepse dua ta adhuroj Zotin dhe pse e do shpirti im. Gjithmonë do ketë njerëz që do jenë më mirë se ty. Gjithmonë do ketë njerëz që do të thonë bravo, do ketë njerëz që do të thonë po e bën keq, po kur ne bëjmë sepse Perëndia më ka thënë bëj dhe sepse unë e dua ta bëj, ka një hir dhe një aftësim nga ai për të drejtuar, që ti të mësosh, që ti të studiosh dhe në fundit kjo duhet hiri Perëndis, vajosja Perëndis. Ka njerëz që mund t'i bëjnë shumë mirë instrumentave, jashtëzakonisht shumë mirë, ama nuk kanë atë vajosjen e Perëndis. Ndërsa është një person tjetër që mund t'i bëjë instrumentet shumë normal, ama ai ka vajosjen e Perëndis. Unë personalisht do thoja, kalo kohë me Perëndin, lutu, ai të drejton, ai të ndihmon dhe për një gjë që ti e do, siç thash, ti lufton për të, kështu që lufto për diçka që kam mësuar së fundmi, Elena, të paktën në lidhje me biznesin, por që patjetër kur ti adhuron Zotin, kur ti bën diçka ti lidh me kishën automatikisht. Kjo është e bukur që në ti ishte. Dhe dikush më tha, e di se çfarë është ta kesh diçka të mos ta kesh, ti është guximi ta bësh atë gjë. Sepse tha, nëse ti don ta krijosh një biznes, mund të kesh potencialin ta bësh dhe më mirë le themi në një lloj forme ti hasesh me rrezikun se sa të ngelesh me, siç e themi në shqip zhargon, të ngelesh me pishmanin që nuk e bëra. Që nuk e bëra asnjëherë. Kështu që i ri apo e re qofsh, tento, bëje, sepse do ngelesh me atë lloj tendence që se bëra më ngeli diçka minus. Kurse kur ti e provon diçka, absolutisht ka sfidat e saj apo sfidat e veta, por e di që pra ti i e sigurt që ti po e bën diçka. Dhe nëse nuk shkon askush nuk do të të gjykoj që pse nuk e vazhdove instrumentin, absolutisht. Ti mund ta gjesh veten më rehat në një gjë tjetër, por kur ti provon diçka, e provon sepse dëshiron. Nëse nuk bëhet, por ama ti nuk ngel me atë pishmanin që nuk e bëra, pse nuk e luajta, po. Edhe unë aso kohë thoja po ta luaj, të bëj, apo nuk e di. Dhe nëse do kthehem shumë mbrapa, tani them po mos ta kisha bërë atë lloj gjëje, nuk do isha këtu. Kështu që pse jo, merre kurajon edhe vazhdo përpara. Gabri, është shumë bekim. Faleminderit që ishe me ne në studio. Faleminderit që na tregove nga situatat e tua, po edhe gjërat e bukura, edhe gjërat që ndonjëherë s'kan shkuar ashtu siç duhet. Ne na duhet të gjejmë këto histori, të dy anët e medaljes. Për ju që po na ndiqni, ne kësaj bisede erdhi fundi, ne shjuam shumë kohën me njëri tjetrin. Do ju mbajmë në lutje, Gabri? Patjetër. Dhe do doja shumë që nëse doni ta filloni një gjë, ta merrni guximin dhe ta bëni. Do shihemi javës tjetër së bashku. Mirupafshim.